Dyshohet për një tjetër viktim nga moti i keq gjendet i pajet në det peshkatari në Sarandë. Gjendet i pajet në det një peshkatar në Bregdetin e Sarandës. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të ishujve të Ksamili, teksa viktima është identifikuar si Mihal Zoj, 61 vjeç. Nga të dhënat paraprake dyshohet se është mbytur. Policia ka gjetur dhe mjetin lundrues të viktimës, i cili ishte fundosur. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur mbrëmjen e djeshme gjatë stuhisë por po hetohet në 2 pista, atë të mbytjes aksidentale për shkak të motit të keq, por edhe atë të vetë mbytjes. Viktima ishte i divorcuar dhe fëmijët i ka në Greqi. Nuk rezulton të ketë familjar të tjerë në Shqipëri veç motrës. Policia po vijon hetimet.